Kryedemokrati Sali Berisha në konferencën e së premtes për media ka sqaruar arsyet e mosparaqitjes së tij në strukturën e posaçme antikorrupsion për të marrë në pyetje lidhur me hetimin për ngjarjen e 21 janarit. Berisha u shpreh se nuk kishte marrë dokumentin në adresën e tij dhe se nuk ishte informuar përmes emailit apo nga rojet e tij personale. Ai komentoi edhe reagimet e SPAK-ut duke theksuar që sipas tij kjo strukturë është në shërbim të Partisë Socialiste. Thonë që ja dërguam dhe se pranor, ta janë mashtrues ordinerë, janë të paftyrë. Unë kam fatmirësisht tek pallati njerëz që marrin postën, marrin me firmë, të nxjerrin firmën. Unë kam njerëz në Seli, a e kanë nisë në 3 vende. Atër pse del që vetëm parlamentin e Taulantit e pas kanë marrë? Unë email nuk përdor dhe nuk kam email në parlament, qofse kanë hapur dhe është, ato kanë rregulla komunikimi, nuk është emaili ajo që komunikon. Posta ka rregull. Dorëzon njoftimin, firmos ai që merr njoftimin. Dorëzon njoftimin, firmos ai që merr njoftimin. Demokrati pohoi se është i gatshëm të paraqitet sa herë që SPAK e thret në mënyrë zyrtare, duke lënë të kuptohet se deri më tani nuk ka pasur një fletëthirrje që e obligon të paraqitet. E kam deklaruar, e kam faktuar se unë i përgjigjem çdo thirrje të gjykatës, të prokurorisë speciale, të prokurorisë jo speciale, të kujdo qoftë. Nuk ka asnjë lloj lëkundje nga unë në këtë qendrim dhe nuk mund të ketë kurrë. Hetimi i 21 janarit ku vran 4 protestues gjatë ngjarjeve në bulevard po rihetohet nga SPAK, ndërsa Berisha është thirrur si person që ka dieni mbi ngjarjen e asaj dite.